kushte normale nëse qeveria nuk e kish bloku projektin e unazës jashtme të Prishtinës, kryeministri, ministri ish dasht këtu me pas fillu punimet për unazën e jashtme të Prishtinës. Njoni prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore për Kosovën. Prishtina është i vetmi kryeqytet në rajon që nuk ka unazë të jashtme për shkak se qeveria e ka bloku, për shkak të rivalitetit politik. Mirë po Albin Kurti ka rivalitet politik veç me akterët e brendshëm të Kosovës, veç me partitë shqiptare. Nuk ka rivalitet politik me Kristian Mickovskin që në mënyrë absolutisht çuditshme ka vendosur me shku edhe me marrë pjesë, le të themi me një dasëm të huj. Ka marrë ministrin, Albin Kurti nuk ka marrë pjesë në inaugurimin e autostradave të Kosovës. Nuk ka marrë pjesë në inaugurimin përkundrazi. E ka sulmu autostradën për Shqipni, e ka sulmu autostradën për Shkup në pjesën e Kosovës, mirë po pa një pa dy. I ka marrë gërshant edhe u nis me bë inaugurimin e punimeve të autostradës prej Bllacës deri në Shkup. Jo përfundimin e punimeve, inaugurimin, sepse Albin Kurti për momentin ma shumë e konsideron veten, le të themi, një farzëvendës kryeministri të shqiptarëve të Maqedonisë, se sa kryeministër të Kosovës. Tashmë jemi bo pozë të i full për autostradën e Gjilanit. Ajo ka pas me u kry një herë para 4 vjetëve, ma ne ka pas me u kry para 3 vjetëve, ka pas me u kry para 2 vjetëve, të thujnë ka me u kry në të ardhmen. Mos të flasim për autostradën për Gjakov që e ka bloku. Mos të flasim për ato për Podujev. Mos të flasim për kur gjo. Pra, në munges të vizionit, në munges të projekteve kapitale, a i po shkon me inauguru diçka me një shtet tjetër, në vendin e vetë, që aty ku i ka marrë votat me qeverisë, që aty ku është mandatu me qeverisë, në 3-4 parë zgjedhjet e fundit, ai po zhvillon luftë speciale, herë ndaj opozitës, herë ndaj mediave, për lidhjet dyshimta me Beogradin, për spionazh që po dojnë me ja baltos figurën e papërlyme të kryeministit Kurti. Mirë po, ajo është aleati kryesor i qeverisë ma pro-serbe në rajon, qeverisë Kristian Mickovskit. Dihet botnisht zyrtarisht. Zavenci Mickovskit, përveç është etnikisht serb, është bashkëpunëtor, zyrtar i bija serbe.